Mos u brengos se durimi mbi të këqijet dhe mbartja e vështirësisë është rruga e fitores, shpëtimit dhe lumturisë. Pra të jesh i durueshëm, durimi yt është vetëm me ndihmën e Allahut. Durimi i mirë, Allahut i kërkohet ndihmë për këtë që përshkruani ju. Ti pra duro me një durim pa ankesë. U thonë, selamun aleikum, me durimin tuaj gjetët shpërblimin. Bëni durim, bahuni të qëndrueshëm. Omeri thot, jetën e mirë e njohim nëpërmjet durimit. Ata që ndjekin fjalën e Allahut dhe të Muhamedit, kur i godet e keqja përdorin vetëm 3 armë: durimin, lutjen dhe pritjen e shpëtimit apo suksesit. Pejgamberi thot, asnjë krijesë nuk duron mbi një të keqe që dëgjon më shumë se Allahu. Ata pretendojnë se Allahu ka shok dhe fëmijë, dhe përsëria ju jep shëndet e i furnizon me begati të njëpasnjëshme. Kush përpiqet të duroj, Allahu e zbukuron me të dhe i jep durimin. Me të vërtet, virtytet e larta nuk arrihen me ëndrrime, e as me imagjinat, por vetëm me bindje e ngulmim. Mos ju trishto sjelljes së krijesave ndaj teje, por shiko sjelljen e tyre ndaj krijuesit. Te libri Ez Zuhd i Imam Ahmedit gjendet ky hadith ku Allahu thot: "Çudi me ty o biri i Ademit. Unë të krijova e ti adhuron tjetër përveç meje. Unë të furnizova e të dhash rrezikun e ti falenderon tjetër kënd. Unë bëhem i dashur të ti me të mirat që ti dhuroj duke qenë unë i pasur prej teje. Ti bëhesh i urrejtur tek unë me mëkatet që bën dhe i varfër tek unë. E mira dhe dobia ime ndaj teje zbret, e keqja yte tek unë rritet." Në historinë e Isait, përmendet se ka shëruar më tepër se 30 smur me lloje të ndryshme sëmundjesh, si dhe shumë të verbërve u ka sjellur të pamurit, por në fund përsëri ata që i shëroi u bën kundër tij dhe armiqt më të rrezikshëm. Mos u mërzit, se ka shumë shkaqe që e lehtësojnë barrën e fatkeqësisë, si për shembull, ndërsa të durueshmëve u jepet shpërblimi i tyre pa mas. Shikimi i vazhdueshëm i atyre që kanë fatkeqësi më të madhe se ti. Sikur të tjerët mos t'i kisha parë, rreth e rrotull meje si kanë qarë, jetën me ta s'do e kisha ndarë, por veten do ta kisha vrarë. Paraktheu djathtas e majtas, a she tjetër veç të sprovuar me fatkeqësi të ndryshme? Fatkeqësia jote është më e lehtë se e të tjerëve. Falendero që kjo e keqe nuk është që preku në fenë e robit, por mbi një çështje të kësaj jete. Dije se adhurimi që bëhet pas goditjes me një fatkeqësi është më i madh e më i vlefshëm se adhurimi në ditët e tjera. Dhe se Allahu zgjedh për ty atë që dëshiron ai dhe atë që është më e dobishme për ty. Por mundet që ju ta urreni një send, ai është shumë i dobishëm për ju. Mos imito personalitetin e të tjerëve. Secili ka një anë të cilës i kthehet. Ju shpejtoni nga punët e mbara. Ai është që ju bëri sundues në tokë dhe lartësoi në shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët. Secili grup e dinte vendin ku do të pinte ujë. Njerëzit kanë veçoritë e tyre dhe secili ndryshon nga tjetri, nga pamja,
fuqia fizike, idet, zgjuarësia dhe profesion.